Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te numri i WhatsAppit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën tham në shenjën e peshores. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, por edhe videot e muajit prill, sepse aty shtrihet i gjithë viti, i gjithë muaji, më falni. Ju shoh që ndjeni në dilema. Mund të jeni në dilema, mund të jeni midis dy personave, mund të jeni midis dy situatave. Një pjesë tjetër mund të jeni midis punës dhe familjes. Disa të tjerë mund të jeni midis dy punëve ose midis dy situatave ekonomike. Në fillim të javës dhe shoh që kjo situatë do t'ju lër pak pa gjumë. Ju sigur nuk do t'i jepni dot drejtim, dhe mund të jetë diçka që ka vazhduar dhe për një kohë të gjatë, që ju ka stresuar. Por gjithsesi jeni drejt fundit, edhe një dhe dilni nga kjo situatë, por shoh që mund të keni kaluar situata të vështira. Këtë mund ta merrni dhe në lidhje me punën tuaj, me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet ku ju kanë bërë të ndjeni pak në dilema, ose në rastin tjetër edhe nga ana ekonomike. Është një situatë që ju ka stresuar dhe ju ka lënë pa gjumë duke menduar gjatë gjithë natës në lidhje me këtë situatë, por ju shoh që edhe pak dhe do të çliroheni. Dhe ju keni marrë eksperjenca, do filloni që të përdorni shumë fort pjesën e logjikës gjatë kësaj jave në lidhje me këto situata që ju mund të keni ose që i keni pasur, sepse shoh që janë të trashëguara edhe nga më përpara. Nuk është se kjo situatë është vetëm këtë javë. Dhe kjo ka lidhje me një fillim të ri. Ju ndoshta jeni në dilema, mund të jeni midis dy personave, dëshironi të bëni një fillim të ri që të marrë zhvillime të mira. Më thënë, të zgjidhni një nga këta persona për t'i dhënë një drejtim të mirë jetës ashtu si ju e dëshironi. Në rastin tjetër, mund të jeni dëshironi të filloni diçka, një shtatzani, dhe e shoh që ju do ta bëni në fund të javës këtë gjë. Në rastin tjetër mund të jetë një punë e re, që ju mund të jeni midis dy punëve dhe ju del të një punë tjetër dhe dëshironi që të filloni te kjo punë, sepse ndoshta mund të jetë një punë që të sjellë të ardhura më të mira, ose mund të bëni dhe një punë të dytë që ju të rrisni të ardhurat tuaja dhe është një punë që do marrë zhvillime të mira, do sjellë bollëk dhe prosperitet. Ndërsa për një pjesë tjetër, ju mund të dëshironi të filloni një aktivitet të ri, një biznes, një punë të re. Por gjithsesi, deri në fund të javës, nëse ju për të gjithë ata që dëshirojnë të bëjnë fillime të reja, është një fillim i ri fantastik, sepse do marrë zhvillime shumë të mira. Do t'ju sjellë bollëk, prosperitet, por dhe nëse do jetë një shtatzani, do jetë një shtatzani shumë e mbarë, që ndoshta kjo shtatzani do t'ju sjellë mbarësi në jetën tuaj. Shtatzania, se nuk është ardhja e një fëmije, është një lloj shtatzanie, por që do sjellë një fat në jetën tuaj. Dhe këtë mund ta merrni në situata të ndryshme. Ju mund të jeni në dilema me fëmijën tuaj dhe kjo gjë ju ka lënë pa gjumë. Do t'rregojeni më të prerë në lidhje me situata, me diskutime të ndryshme për të bërë një fillim të ri që gjërat të shkojnë edhe më mirë në lidhje me ju. Atëherë gjithsesi kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Akrepit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e tjera të këtij kanali dhe videot e muajit prill, sepse aty shtrihet i gjithë muaji. Dhe shohim në lidhje me shenjën tuaj se çfarë
Në lidhje me ju shoh që ju do të tregojni pak të mbyllur në lidhje me dashurinë, ndoshta për gjithë ata që janë në njohje, në lidhje, në marrëdhënie, ju shoh që bini pak të trishtuar, mendoni për humbjen e një personi. Mund të keni humbur një dashuri, mund të keni humbur një person. Në rastin tjetër, në një rast tjetër mund të keni humbur një punë ose diçka nga ana ekonomike. Ju keni marrë disa para, mund të keni pasur humbje në lidhje me disa para që keni marrë dhe kjo gjë ju lë të trishtuar. Gjithsesi, unë shoh që keni oferta dhe mundësi. Mund të shikoni ofertat në lidhje me dashurinë, mund të shikoni oferta të reja, mos u përqendroni tek ky lloj trishtimi, sepse kjo kartë jep dhe një këshill, lërini gjërat të shkojnë, lërini gjërat të rrjedhin dhe shikoni ofertat që do t'ju vinë gjatë kësaj periudhe. Dhe ju do keni një ofertë në lidhje me dashurinë, në qoftë se keni humbur një punë, do keni një ofertë në lidhje me punën tuaj. Në qoftë se keni pasur një humbje ekonomike, atëherë dilni nga ky trishtim dhe shikoni mundësitë që ju vijnë përpara. Ose në qoftë se ju keni humbur një person, atëherë shihni një mundësi tjetër. Gjithsesi, ju shoh që keni paqartësi, ju dëshironi të bëni një fillim të ri ose të shfrytëzoni këto oferta dhe mundësi që ju vijnë, por ju ndiheni të pasigurt në lidhje me këtë gjë, ose ju keni frikra emocionale brenda vetes. Që të kesh frikra brenda vetes nuk është gjë e keqe. Ju mund të keni frikë për të hyrë në një njohje të re, dhe kjo gjë ju ndalon për ta bërë këtë gjë. Dhe ndiheni dhe në konflikt me veten, ju shoh. Për një pjesë tjetër mund të jetë një ofertë e re pune dhe ju ndiheni të pasigurt nëse doni ta filloni këtë punë ose jo. Mund të ndjeni që ka dhe shumë konkurrencë te vendi punës. Dhe kjo gjë ju bën pak më të pasigurt. Nga ana ekonomike, ju do merrni disa para, ju shoh në një pozicion shumë të mirë, dëshironi të investoni diku, por përqendroheni në një lloj humbje dhe nuk shikoni mundësitë që ju vijnë. Për të investuar, mund të investoni në punën tuaj, mund të investoni në lidhje me një aktivitet të ri, me një biznes, me një punë të re. Por ndiheni të pasigurt në lidhje me këtë gjë. Dhe mund të jeni në konflikt me veten. Disa prej jush mund të keni dhe konflikte në fund të javës. Dhe kjo do ndodhi thjesht për shkak të pasigurive që ju mund të keni, ose për një pjesë tjetër mund të keni prapaskena nga persona që shfaqen pozitiv para jush dhe veprojnë komplet ndryshe mbrapa shpinës tuaj. Dhe kjo gjë do t'ju bëjë që aty mund të lindin disa konflikte. Tani, këtë mund ta merrni, mund të ndodhi në lidhje me punën tuaj, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet në çift, por kjo mund të ndodhi edhe në lidhje me situata të ndryshme, mund të jenë situata familjare, mund të jenë situata në shtëpinë tuaj ose në marrëdhëniet tuaja te vendi punës me karrierën tuaj, sepse shoh shumë konkurrencë këtu. Ose edhe në lidhje me anën tuaj ekonomike. Gjithsesi, nga ana ekonomike, ju shoh që binin të stabilizuar, merrni para, dëshironi të investoni ose të hiqni disa kursime, thjesht duhet të dilni nga një lloj trishtimi dhe nga situata që ju mbyllin emocionalisht në lidhje me gjithçka. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim. Ju mund të dëgjoni dhe videot e kaluara të këtij kanali që me videot e muajit, sepse aty shtrihet i gjithë muaj, por dhe me videot e tjera që janë postuar. Gjithsesi, shoh që është një javë ku në fillim të javës ju do dëshironi të jepni zgjidhje situatave të ndryshme. Ju do dëshironi të jepni zgjidhje në lidhje me fëmijët tuaj, në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet që keni. Në rastin tjetër, dëshironi të jepni zgjidhje situatave të vendi punës ose të jepni zgjidhje anës tuaj ekonomike.
Për një pjesë tjetër, ju dëshironi të vini një drejtësi, mund të keni lidhje me gjykatat, me prokurorit, për çështje të ndryshme flasim këtu. Një pjesë tjetër mund të kenë lidhje me dokumenta dhe janë të detyruar të marrin disa dokumentacione, ndoshta në zyrat e shtetit ose edhe nga gjykata, nuk e di, nga zyrat të ndryshme shtetërore. Dhe kjo gjë ju fut pak në dilema. Një pjesë prej jush mund të jeni midis dy personave dhe nuk dini çfarë të zgjidhni. Disa të tjerë mund të jeni midis punës dhe familjes dhe ju dëshironi të vendosni një lloj ekuilibri midis këtyre të dyjave dhe kjo ju ka bërë që ju dëshironi të jepni një zgjidhje kësaj situate, sepse shoh që ju ka krijuar shumë tension. Ose mund të krijojë edhe disa konflikte. Për pjesën tjetër, mund të jeni midis dy punëve. Ju keni një punë, del dhe një punë tjetër, do jeni duke menduar si të jepni zgjidhje ndoshta për të kombinuar oraret, dhe nuk e di, por do t'ju fusi pak në tension kjo situatë, sepse do ndjeni që aty do ketë një konkurrencë të madhe. Ose për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me studimet, nuk e di, me situata të ndryshme që keni. Ndërsa për disa të tjerë, duhet keni kujdes sepse shoh që ju keni kaluar shumë vështirësi dhe do filloni të vendosni një rregull në jetën tuaj. Ju do filloni të vendosni një lloj ekuilibri, dhe kjo gjë do t'ju fusi pak në konflikt me veten. Nuk dini çfarë të bëni, si të jepni zgjidhje disa situatave. Këto situata mund të jenë te vendi punës, ku ju mund të keni njerëz toksik, situata toksike ose persona që ju tensionojnë te vendi punës, ose mund të keni një lloj konkurrence dhe dëshironi të jepni zgjidhje, të luftoni për veten tuaj dhe për të arritur gjërat që ju dëshironi. Këto mund t'i merrni në të gjitha llojet e situatave. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të keni varësi, mund të jenë varësi ndaj alkoolit, ndaj duhanit, varësi nga persona të ndryshëm. Mund të keni varësi ndaj ushqimit, por edhe varësi të ndryshme. Dhe shoh që aty ndoshta do krijojnë disa konflikte, ndoshta mund të ketë persona që nuk e di, por me këto situata do krijojnë disa konflikte. Këtu flasim ndoshta për një pjesë specifike që mund të jetë në situata të tilla. Gjithsesi, është një javë që ju doni të vini një drejtësi. Dëshironi të jepni zgjidhje situatave, thjesht dilni nga dilemat. Dilni nga dilemat dhe këto vështirësi, nëse kanë ardhur në jetën tuaj, vinë për që ju të vendosni një rregull. Në njohjet që keni, që ju mund t'i keni ose që hyni në njohjet e reja, në lidhjet marrëdhënie tuaja, te vendi punës, por edhe nga ana ekonomike. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Briciapit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, sepse aty shtrihet i gjithë muaj, por dhe videot e tjera që janë postuar nga ky kanal. Të shohim energjinë. Janë brapsh. Jo të gjitha, gjithsesi, po i shohim. Është vetëm një letër. Atëherë, dhe më mirë kur letrat dalin vetë. Deri tani po vjen një energji shumë e bukur. Dhe unë ju shoh në fillim të kësaj jave, ju për pjesën e personave që janë beqar, do futeni në një njohje të re, do njihni një person. Ndoshta ju dhe do dashuroheni me këtë person. Dhe shoh takim. Ju do keni një takim, do t'ju entuziazmoj, do jeni duke e festuar këtë gjë, ndërkohë ju do besoni intuitën tuaj në lidhje me një njohje që do bëni. Do hiqni dorë nga gjërat që keni besuar
deri tani dhe do fusni besime të reja në jetën tuaj. Në lidhje me dashurinë flasim. Në qoftë se ju keni pasur një lidhje, një njohje dhe ju ndoshta keni besuar, atë që keni besuar në këtë njohje, me këtë njohje të re që do futeni, ju do ndryshoni komplet besimin brenda vetes tuaj. Dhe flasim për pozitivisht, duke dëgjuar intuitën në lidhje me këtë dashuri. Ju shoh që do bëni shumë durim gjatë kësaj jave, por ndërkohë do mundoheni të tregoni sa më pozitiv dhe ta trajtoni këtë njohje me pozitivitet. Ndërsa në lidhje me marrëdhëniet tuaja, aty ju shoh që do jeni më të konsoliduar, do harrini që të stabilizoni situata të ndryshme ose një lloj stabiliteti në marrëdhëniet tuaja, por ndërkohë ju shoh dhe me festime. Do jeni duke festuar, mund të keni një fest familjare, ose mund të jeni duke festuar diku, ose mund të jeni duke blerë një shtëpi dhe ju të festoni, duke marrë një pronë dhe ju të festoni. Ndërkohë, do t'ju ndihmoj shumë intuita, do keni një intuitë të zhvilluar në lidhje me çfarë do lloj situate. Këtu bëhet fjalë në lidhje me fëmijët tuaj ose me punën tuaj, për një pjesë tjetër, sepse në punë do hyni në partneritete gjatë kësaj jave, ose mund të jetë edhe një lloj bashkëpunimi, që ju bashkëpunoni dhe shoh që do ta festoni këtë bashkëpunim. Dhe do hidhni themele të forta në këtë bashkëpunim që ju do bëni. Dhe kur themi bashkëpunim, nuk do të thotë që ju mund të diskutoni me një person, të bini dakord për të bashkëpunuar për një punë, për një biznes, për një fillim të ri, dhe do besoni intuitën tuaj edhe në lidhje me këtë. Sepse intuita do t'ju ndihmojë gjatë kësaj jave, mos e shpërfillni intuitën, dhe ju e keni menduar ndoshta në një cikël hënor. Kjo mund të jetë menduar dhe gati për një muaj rresht. Gjithsesi, ju shoh që në çfarë do lloj situate që t'jeni, do filloni t'i trajtoni gjërat më me pozitivitet. Si në lidhje me shtëpinë, me familjen, me punën tuaj, ose me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, me karrierën tuaj, por këtë mund ta merrni edhe në situata të ndryshme që ju mund të jeni gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Ujorit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, sepse aty shtrihet i gjithë muaji, por dhe videot e tjera që janë postuar. Dhe shohim energjinë që do na vi edhe për shenjën tuaj. Atëherë, ju shoh në fillim të kësaj jave, shoh që ju do tregoni të mbyllur ndaj dashurisë, ndaj njohjeve. Ndoshta ju keni marrë shumë goditje në lidhje me dashurinë dhe këtu flasim për atë pjesë që kanë marrë. Dhe dëshironi të jepni fund të çliroheni nga këto situata, por kjo gjë ndërkohë ju ka bërë pak të mbyllur. Do t'ju bëj pak të mbyllur deri në mesin e javës, sepse ju shoh më mbrapa ju do merrni iniciativa. Do çliroheni nga tensione, ose situata që ju kanë stresuar për një kohë të gjatë, dhe do bëni një fillim të ri. Do merrni iniciativa për të futur në një njohje të re dhe shoh që ju do bashkëpunoni me një person. Mund të jetë një person që ta njihni në vende ku ju keni të bëni me anën ekonomike, mund të jeni në një bankë, mund të jeni në një duke shkuar flasim, nuk do të thotë që ju domosdoshmërisht punoni në bankë, ose të bëni transaksione, mund të shkoni diku të bëni një transfer të lekësh dhe aty njihni një person dhe do merrni iniciativë në lidhje me këtë person. Në lidhje me marrëdhëniet, shoh që ju jeni duke marrë disa para, do mendoni të hiqni disa kursime ose edhe për të investuar diku. Ju ndoshta doni të investoni te fëmijët tuaj, doni të investoni në shtëpinë tuaj, ose në lidhje me një biznes, në punën tuaj.
Dhe ju do çliroheni, ndoshta keni kaluar shumë vështirësi nga ana psikologjike, dhe këtu flasim në lidhje me punën ose edhe nga ana ekonomike dhe dëshironi të merrni iniciativa për të rritur të ardhurat tuaja. Për një pjesë prej jush mund të keni shpenzuar shumë para dhe kjo gjë do t'ju loj pak, nuk e di, kjo mund të kenë ndodhur që ju keni shpenzuar shumë, keni një kohë të gjatë që ndiheni të stresuar në lidhje me këtë gjë. Gjithsesi, ju shoh me oferta, me iniciativa, me kontrata të reja pune nga ana ekonomike, por edhe ju shoh dhe shumë autoritar, ndoshta do jeni pak më autoritar në lidhje me këto kontrata që do bëni. Mund të jetë një kontratë në një punë, në një bashkëpunim, në një investim që do bëni, ose edhe në lidhje me karrierën tuaj. Dhe ju shoh që ju do korrni të ardhurat mira. Në fund të javës, ju do harrini të stabilizoni anën tuaj ekonomike, të stabilizoni shtëpinë tuaj, familjen tuaj. Një pjesë për jush mund të kenë të bëjnë me dokumentat, ose me fëmijët tuaj, do harrini të stabilizoni gjërat, për gjithë ata që investojnë te fëmijët. Dhe shoh gjithashtu në fund të javës do mendoni në lidhje me blerjen e një shtëpie. Ju dëshironi të bleni një shtëpi, mund të jeni duke parë për këtë gjë. Një pjesë tjetër dëshironi të bleni një makinë, dëshironi të zhvendoseni nga një shtëpi në shtëpinë tjetër, ose ju dëshironi të bëni blerje online dhe do t'i bëni. Por ndërkohë mund të jetë edhe një investim brenda ambientit të shtëpisë ose një investim te fëmijët tuaj, ku ju do harrini ta realizoni. Për një pjesë tjetër do merrni një shumë të konsiderueshme parash, sepse ju shoh me shumë iniciativa, me shumë guxim, do hidhni hapa para, dhe faktikisht këtu jemi në energjinë e Dashit që ka planet Marsit, kemi energjinë e Marsit, ku do t'ju japi guxim për të marrë iniciativa dhe për t'i çuar para dhe për të bërë kontrata të ndryshme gjatë kësaj periudhe. Dhe tham, mund të jetë një kontratë pune, mund të jetë një kontratë shtëpie, mund të jetë një kontratë në lidhje me investimet që ju do bëni, ndoshta në lidhje me blerjen e një shtëpie, blerjen kur këtu flasim për gjëra të mëdha, jo gjëra të vogla. Gjithsesi, është një javë fantastike. Edhe për shenjën tuaj, ju uroj një javë sa më të mbar, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje, gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e peshqve. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Dhe videot e muajit, sepse aty shtrihet i gjithë muaji. Atëherë ju shoh me oferta pa fund, flerte, oferta romanca shoh këtu, por ndërkohë shoh edhe lajme të mira që në fillim të kësaj jave. Ndoshta ju do t'rregoni pak të ftohtë, të prerë, shoh që ju do flertoni, por mund të jetë personi që është pak i ftohtë, i prerë. Ju dëshironi të jepni, të futeni në një flert, mund të kalojë edhe në një njohje kjo gjë, dhe dëshironi të jepni drejtim me këtë person, edhe pse nga natyra duket pak i ftohtë. Dhe shoh një ofertë në lidhje me dashurinë, dhe lajme të mira. Në lidhje me marrëdhëniet, ju shoh mund të jeni në udhëtime, lajme të mira. Ndoshta ju do merrni vendime të rëndësishme, do përdorni shumë fort pjesën e logjikës dhe do dëshironi të jepni drejtim njohjeve, lidhjeve, marrëdhënieve tuaja, por dhe emocioneve tuaja. Ndërkohë ju shoh shumë në udhëtime. Janë 3 letra që tregojnë udhëtimin, ndërsa me punën tuaj do keni një ofertë shumë të mirë dhe ju do të jepni drejtim kësaj oferte. Për pjesën tjetër, mund të keni lidhje me fëmijët tuaj, mund t'ju vinë nga një udhëtim ose ju të shkoni te fëmijët tuaj. Një pjesë tjetër kanë lidhje me dokumentat, me institucione shtetërore, dhe ju do të jepni drejtim dhe mund të shkoni edhe në një udhëtim, por mund të keni një ofertë mirë gjatë kësaj periudhe në lidhje me dokumentat. Ndërsa për pjesën tjetër, ju mund të keni të bëni me zyrat e shtetit, zyra private të shtetit me dokumenta të ndryshme, mund të jenë dokumenta për punë, dokumenta mund të jetë një leje qëndrimi, pasaporta,
karta identiteti ose edhe dokumentat të tjera. Ju mund t'i merrni situatat siç i keni, në lidhje me shtëpinë, me pensionet, mund të merrni çfarë do lloj situate. Gjithsesi, është një javë fantastike sepse shoh që keni lajme të mira, ju do merrni vendime të rëndësishme, edhe pse do t'i merrni më tepër me logjik, jo nga ana emocionale. Do t'i jepni drejtim gjithçkaje, si nga ana emocionale, por dhe situatave, punës, partneriteteve, bashkëpunimeve, ose një oferte të re në lidhje me punën, por edhe anës tuaj ekonomike. Gjithsesi, është një javë fantastike. Ju përshëndes të gjithëve, ju uroj një javë sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.